dhe vendosin të ma vën emrin Bërbardha, sepse bura e madhe, po babi sa po ishte kthyer nga Amerika, kishte studiuar në Amerikë, sepse në atë kohë ka qenë shumë e lehtë para mendo prindi im të studionte në Amerikë, ndërsa fëmiu i vet, jo unë, për shembull në vitet çfarë na erdhën, çfarë pasuan, vitet 80-ta, 90-ta, dhe takuan ata, lindi unë në një burr që ma kam përshkruar mbi 1 metër dhe vendosin të ma vën emrin Bërbardha, sepse bura e madhe, po ishin propozime, duke u përshtat me burr. Po që lindi ideja të ta kem emrin Aurora. Babi më quaj Agim, dhe Aurora është perëndisha që hap dyert për të kaluar Agimi.